الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد të dashurit e mi, vëllezër shumë të nderuam, të gjithëve ju përshëndes dhe të njëjtën kohë e lut Allahun për ju me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kjo përshëndetje nuk është vetëm përshëndetje e rastit apo e çastit, por është përshëndetje e mbarë besimtarëve musliman, të cilët ekzistojnë dhe janë në fytyrën e tokës, të cilët e madhrojnë, adhurojnë, respektojnë edhe nderojnë vendimin e Zotit, e cila thret kjo përshëndetje në mirësi, në paqë, në tolerancë, në dashuri edhe në respekt mes nesh, se nuk ka dhunti më e madhe njerëzimit që i jepet sot në këtë ditë dhe në ditët e viteve, edhe të jetëve tona dhe në ditën e kiametit, se sa paqeja edhe siguria. Prandaj Allahu ka dashur me na legjitimu, ka dashur të lumizat me na obligu me këtë përshëndetje, e cila na kujton sa herë që takohemi me zveti, duhet të sillemi mirë me zveti, pse selam paqe. Madje shiqoni qysh e ka koncentru i lumi Allah xhelle xhelaluhu, edhe e ka programu, madje edhe namaz. Kur t'jena namaz, masi të japum selamin, muezini thot Allahumma anta selam, o Allah, ti je selam, ti je i cili jep paqe, ti je i cili jep siguri, ti je i cili neve na garanton, ti je i cili neve na qetëson, ti je i cili na lehtëson. Prandaj vetëm prej teje është paqeja. Nëse ti nuk e zbret në tokë, sado që mundohen njerëzit me siguru, sado që njerëzit mundohen me garantu, nëse nuk garanton Allahu, njerëzit nuk kanë mundësi me garantu. Njerëzit din shpeshherë marrëveshjet e tyre me i thy, shpeshherë din premtimet me i tradhtu. Prandaj ne i themi Allahumma anta selam, o Zot, ti je i paqëdhënësi, ti je i siguri garantuesi, o Allahu ynë, edhe vetëm prej teje është paqeja. Prandaj të lutemi edhe të kërkojmë ndihmën edhe paqen tënde. Prandaj ne nuk përshëndetemi, vetëm një moment. Ne nuk përshëndetemi, të dashurit e mi, vetëm përshëndetje me selam, por ne edhe lutemi për njëri tjetrin. Sa herë që ti thu dikujt assalamu alaikum, dije që me automatizëm je lut për ta. Sa herë që ja ke kthy ti selamin dikujt, dije që përveç që ja ke kthy selamin, pra e ke përshëndet, por të njëjtën kohë të dashurit e mi je lut për ta. Unë u luta për ty, a dhe ti u lutë për mu. E për neve dyve, kush po lutet? Po lutën me laçet e Zotit. E duat dhe lutjet e me laçeve të Allahut nuk kthehen mrapsht kurrë, sepse ka rregulla. Ai që un kam e përshëndet atë që është ulën, ai që është ulën e përshëndet atë që është rat. Ata që janë shumë përshëndeten prej këtyne që janë pak. Ai që është më i ri e ka obligim me përshëndet ato i cili është më i vjetër. Prandaj këto rregulla, kur ne vllazën të dashur përshëndetemi me zveti, me automatizëm përshëndetjet tona kthehen në sevape. Edhe ti llogarit e vllai dashur, sa herë ke përshëndet njerëzit me selam, dije që e ke përmend Allahun. Përveç që e ke përmend Allahun,
Do më thonë, shiqeni çfarë lidhjet interesante ka bon i lumi Zot, neve me na mundësu me grumbullu se vape. Shiqeni sa bukur e ka koncentru i lumi Allah Gjelle Gjelaluhu shpërblimin dhe mundësin për të fitu tek Allahu i madhrushëm, edhe po përshëndetemi me zveti, por edhe po lutemi me zveti, por edhe po rezervojmë sevape. Na është vëllazën ditën e Kiametit, sevapet e selamit na ngjindën ditë Kiametit. Prandaj kur as mos vjen marrë, as mos e ndi veten ngushtum, as mos e llogarit veten të nënçmuar, nëse jep dikujt selam dhe nëse ja kthen dikujt selamin, sepse selami është përveç që është përshëndetje, përveç se është selami, vëllazën të dashur, është lutje që e tham. Por të dashurit e mi, selami është edhe mësim që ty o njeri me ta rikujtu ç'është duhet me jetu. Ty o besimtari Zotit, ti gjithmonë kur delsh, kthehesh, del prej shtëpie, kthehesh në shtëpi, me sa njerin je taku, me sa njerin ke bisedu, sipas Islamit të gjithë është dashur me selam i përshëndet. Me secilin është dashur me fillu bisedën me selam, që do të thotë ti sa herë bisedosh, sa herë që hapësh tema, e din që ja ke kujtu vetit, edhe ja kujton vetit se ki obligimin ndaj tjetrit. Këto janë mësime të mëdha. Prandaj kur gjë mos me pasë mësim prej selamit, një mësim i cili një ndër mësimet më madhore që i ka kjo përshëndetje bukur, është të dashurit e mi se es-selam është emri i Allahut. Një ndër emrat e mëdhej të Allahut. Allahu Dhul Gjelal, të dashurit e mi, e ka emërtu vetën me 99 emra. Edhe secili njeri, musliman e jo musliman, besimtar e jo besimtar, vetëm pse është njeri dhe i ka dy durt në trupin e tij, e ka numrin 99, ku do le të shkon, çka le të bën, ai numrin 99 e ka në durt e tij. Në dorën e majt e ka numrin 81, në dorën e djathtë, në shplakën e dorës djathtë e ka numrin 18. 81 plus 18 bëjnë 99. 99 emrat Allahut. Allahut i ka vizatu me të kallëzu ty, o ti njeri, krijuesi yt që të ka kriju, ta ka vënu firmën, e ka vënu firmën e vet. Që sikur se njeriu sot çka do që të marran, çka do që prodhon ja vënon ato, made in filon shteti, USA, Gjermani, ai tjetri Switzerland, ai tjetri kështu. Kurse të na njerëzin që ka kriju lumi Allah, çka i bjen? Allahu është krijuesi. Allahu thot në Kur'an, Allahu khaliqun nas, ose Allahu khaliqu kulli shay. Që do thonë gjuhë shqipe, Allahu ka kriju gjithçka. Gjithçka është pronë e Allahut. Gjithçka është pasuri e Allahut. Gjithçka është mylk i Allahut. E ti njeri, për me ditë ti kush je, ti do të me kujtu firmën që ta ka vënu i lumi Allah në dy shuplakat e tuja, e që i bjen të thëni edhe me zbrit, apet që që ka koncentru Allahu Dhul Gjelal, kjo është mugjiz, është mrekulli në vetë vete, të thëni minus 18, i bjen 63, pejgamberi yt i cili është vula pejgamberis, Muhamedi a.s. ka jetu 63 vjet, që me ta bo me dije ty, o njeri, që dën me arrit kënaqësin e krijuesit tën, duhet me respektu pejgamberin e ti i cili ka jetu 63 vjet. Kjo është mrekulli e Allahut. Krejt njerëz, qyrë në shuplakat e njerëzve, e kanë këto, qërë 81 edhe është 18. Jënë këta numra në gjuhën arabe, në realitet këta numra të cilët i kanë përdur indianë të vjetër, e sot i kanë adaptu arabt. E numrat arab jënë dy lloj. Këta numra që i përdurëm këtë buta 1, 2, 3, por është edhe një lloj numri tjetër, e qatë llojin e dytë numrave e ki shifrën në dorën e majt, edhe njëherë po e tham, në dorën e majt e ki 81-shin, e në dorën e djathtë, ju që i keni durë të djatha, i keni të vizatu me numërin 18.
edhe mbledhi me zveti, ato bojnë 99, dije se krijuesi yt Allahu xhelle xhelaluhu i ka 99 emra. 99 emra. Pse ti ka vizatu Allahu xhelle xhelaluhu ato ty? Se ka di se njeri harran. Njeri një që harran, po din edhe mu armitsu, din edhe kokën këgja përpjet Allahut me jaqu. Por Allahu xhelle xhelaluhu ka dosh me tregu ti sado që të mrish, e sado që ti rebelosh ndaj mësimeve të mia, o i krijesa jam, o njeri, të cilin ty të kom kriju mas të mirin dynja, ty të kom veçu, të tjerë gjithçka çka kam kriju në shërbimin tënë e kom ofru, o ti njeri, dije se i lumi Allah, i cili është krijuesi yt, furnizuesi yt, ai që ta ka dhënë shpirtin, ai që ta merr shpirtin, ai që t'jep evlad, ai që në ndonjë rast sprovon me evlad, ai i cili t'jep, ai i cili të merr, është Allahu krijuesi yt, i cili ka 99 emra. E për këtyre 99 emrave e ka emrin Es-Selam, që do më thonë paqe dhënësi, ai që jep paqe. Prandaj sa bukur edhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka mësu pas çdo namazi me thon 3 herë astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pse me thon namazit astaghfirullah? Pse ka mujt menja dikun me të shku. Ka mujt prezenca e vëmendjes tonë në atë moment ty me të mungu. Sash llogaritën të dietar, kur e kam përmend, kanë thonë që ka pos, kjo është për gjeneratat e hershme të muslimanëve, cilat imani ty nuk kanë shumë nivel të madh, cilët kanë qenë shumë besimtar, kanë qenë me zemër, me shpirt, hakikat për Allahun, ati kuf shumë fal. Thot, me vitet tona ka qenë imam, edhe në mihrab nuk e ka ditë, ka mihrabe që sot shkruhet ajetet, për shembull ka ajete cilat i shkrujnë muslimant në mihrab, edhe kur e kanë pytat djetarin, atë hoxhen, imamin e xhamis në fjalë, ka thonë në xhamin tonë në mihrab po shkruaj ke filan ajeti, i filan surës. Ai ka thonë cilën xhami e keni fjalën, thot xhamin tonë se vetë sa u falëm, ja thot në xhamin teme nuk ka thot ajet që shkruan. Ata e thonë po ka dhe kur hin xhami e shohin, thotë unë që 18 vjet në verzia thotë që 20 vjet, thotë jam imam, thot edhe nuk e kum po çka shkruan. Kur e kanë pyet ku ekziston sekreti i kësaj, ka thonë sekreti i kësaj ekziston, ka thonë se sa bukur e ka thonë një definicion shumë interesant. Ka thonë rajulun yadkhulu imam Allah. Thot njeriu i del Allahut përpara. Thot edhe me di çka ka para veti, nuk ka mundësi thot mu kry ibadeti si duhet. Domethënë të tjetrit i ka rrot fekt para se mu lidh namaz. Pse? Pse ka thonë po i dal krijuesi gjithësisë, po i dal Allahut. Domethënë dije ti me kën ki punë o vëlla. Dije ti para kujt ke dal. Po një kryetar i një komune, edhe një qytese, ja komunë, po një digasterit caktum, i cili shumë pak ka përgjithësi, nashta pak ma shumë se ti, për një çështje caktume, pashallah lyesh, e ngjyesh, e nreqesh, e pegllotesh, e kurësesh, e anena krena pse? Komu taku me filonin, i cili e ka një përgjithësi caktume. Po me Allahun xhelle xhelaluhu, prandaj vllazën të dashur, njeriu duhet para se me pastru rrobën e tij, që me vesh para Allahut aty ku shumë fal, është mirë me pastru zemrën e tij, është mirë me pastru, madje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pastru ka thënë gojën e tij. Ka thënë laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah. Që do thotë gjuhën shqipe, si kur mos të kisha frikë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ko me ranu umetin tem, kisha me ja u bo farz, me i lo dhënë para s'do namazit. Kisha me ja bo farz, thot, me i lo dhënë para se mu fal, para s'do namazit. Pse vllazni? Pse ti je të dal para Allahut. Je të dal para Allahut, ati kuf shumë fal. Prandaj, me plot kuptimin e fjalës të dashurit e mi, është një kënaqësi e veçantë që Allahu dhul xhelal na ka mundsu me ardhmë në xhami, me kry këtë obligim madhështor, edhe të njëjtën kohë me mësu, sepse një ndër mësimet esenciale të kësaj feje, të këtij dini, kësaj porosie madhështore se Islami
nëse në ju vetë dikush çka është feja islame, ju shlirë thuni, feja islame është porosia e Allahut të gjithë pejgamberët, e ata pejgamberë kanë posë për detyrë më ju të thirrë edhe më ju tregu njerëzit. Kjo është porosia e Allahut. Islami është porosia e Allahut. Ati ku shumë fal. Feja jonë islame është shumë e thjeshtë. Feja jonë islame është shumë e lehtë. Feja jonë islame nuk është e rëndë o burra. Feja jonë islame është aq e lehtë, aq e madhe. Por shumë është interesant se madhështia e saj tregohet në pika të shkurta. Sepse gjithçka çka është e madhe, çka ka rëndësinë e madhe, janë dy fjalë. Për shembull, edhe në jetën e kësaj përditshmërisë, të jetës tonë, çka ka marrë insani me durë të veta, për shembull e ka ndërtu trafën e rrymës, atë me dy fjalë të kallëzon çka ka efektin kjo. Thotë rrezik, jeta. Rrezik, largohu, rrezik, me dy fjalë. Nuk ka nevojë aty me të sqaru, edhe feja jonë islame. Thjesht tregon lehtë, tregon qartë se pa të nuk mundesh mu kënaq, pasurinë e dy jezë vallahin me ta dhon, o vëllazën të dashur, nuk mundesh me u kënaq pa e pas islamin, do të thotë mësim, edhe pa e pas fen islame, fe për të cilën Allahu xhalla xhelaluhu e ka garantu. Kjo është garancioni i Allahut. E të kota janë edhe përpjekjet e pabesimtarve, por edhe përpjekjet e njerëzve ignorant për muslimanëve të cilët nuk i japin rëndësi islamit jetës kësaj bote, nuk e mësojnë, nuk e lexojnë, nuk e praktikojnë. Të gjitha të dy polve këtyre përpjekjeve janë të dështuar. A dini pse? Se feja jonë islam është feja të cilën Allahu e ka kriju njeriu me ta. Nuk mundet me u gjyvesh. Bollin mundu diktaturat e ndryshme për ta largu, për ta luftu, për ta shkatru, për ta minimizu ndikimin e islamit, por prap se prap ka met gjurmë, sepse islami është, do të thotë, intuita e njeriut. Njeriu nuk mundet mundoh prej tij. Allahu dhul xhelal në atë moment kur njeriu ja fal shpirtin, ja fal vllazën dhul xhelali për Allahu dhul xhelal, ja fal me bismillah. Pastaj vllazën të dashur, njeriu del këtë botë me automatizëm, çdo fëmijë që vjen këtë botë është musliman. Me automatizëm. Prandaj çdo fëmijë i cili vdes e ka të garantuar me xhenetin. Çdo fëmijë i cili është nën moshën madhore. Kjo është 100% për të fëmijët e besimtarëve, kurse për të fëmijët e pabesimtarëve, dietarët pastaj kanë bënë një debat. Normal, në bazë argumenteve që i kanë pas, i kanë përplas argumentet, duke i përplas argumentimin e secilës pol, kanë ardhur deri në përfundim. Ata të cilët kanë thonë, ju në ditën e kiametit fëmijët e pabesimtarëve do duhej me dalë në provim para Allahut aty ku shumë fal, e aty në fëmijëve ka me ju dërgu Allahu një pejgamber, e ata fëmijë, nëse i besojnë aty në pejgamberit, Allahu dhul xhelal do t'i çojë në xhennet. Kjo është mendimi atyre të cilët thonë vetëm me këtë kusht Allahu do ta dërgoj fëmijën e pabesimtarit i cili ka ndru jetë në xhennet. Kurse shumica dietarëve dërmuese thonë se të gjithë fëmijët, qofshin të muslimanëve, qofshin jo muslimanëve, qofshin pavarësisht puna do, që vdesin në moshën madhore, të gjithë pa përjashtim janë banor të xhennetit. Prandaj vllazën të dashur, ky mendimi i parë të cilën domethënë edhe unë zemra ime më anon që fëmijët e të gjithëve pavarësisht cili do njeri që i ndron fëmiu jetë para se me arrit moshën e pjekurisë, moshën madhore, të gjithë ata fëmijë janë në rahmetin e Allahut, sepse secili fëmijë që vjen këtë dynjë, pavarësisht i cili do prind që është, ai vjen si musliman. Për ka e kena këtë argument? E kena këtë argument se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu mawludin yuledu ala fitratil islam. Secili i posa lindur, lind në natyrshmërinë e islamit. Lind në natyrshmërinë e fesë islame, prandaj kjo është vërtet një kënaqësi e veçantë, të cilin Allahu dhul xhelal na ka dhuru, edhe këtë kënaqësi të cilin Allahu ati kuf shumë fal na ka dhuru, edhe njerëzimit ja ka dhënë, kjo është vërtet një dhuratë për të cilin nuk ka mundësi në fytyrë toke të dashurit e mi me e krahasu ose të njëjtën ku këtë dhuratë me avnu çmimin. Kjo dhuratë nuk ka çmim, sikurse nuk ka çmim gjaku i njeriu. Nuk ka çmim
të cilin e pagun. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mundu me krahasu jetën e njeriut me tullat e çapës. Pse e ka krahasu? Sepse shenjtëria e çapës është aq e madhe, saq ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetëm jeta e njeriut i bën konkurrencë shenjtërisë së çapës. Vetëm jeta e njeriut i bën konkurrencë kujna shenjtërisë së njeriut. Ka thënë gjaku i njeriut është më i shenjtë Allahu se kush? Se tullat e çapës. Pse? Për shkak se njeriu, vëllezër të dashur, është vepër madhështore e Allahut. E vërtet, na thojna Bejtullah, shtëpia e Allahut, çapi i Allahut. Po çapën e Allahut, Allahu i ka obligu pejgambert të Allahut me marru. A insanin, Allahu vetë ka marru. Këtu ka përparësi. Prandaj, vëllezër të dashur, kjo është një kënaqësi e veçantë për të cilën Allahu dhul xhelal neve na ka tregu, na ka njoftu. Prandaj çdo njoftim i Allahut, edhe çdo porosi e lumit Zot aty ku shumë fal, është aq madhështore, është aq e madhe sa njeriu ka nevojë vërtet me mendu. Një mendim i cili tregon madhështinë e Allahut. Për shkak se Allahu dhul xhelal na pyet, vallahi na pyet, thot Allahu në Kur'an, fa ma dhannukum bi rabbikum al-azim. Thot Allahu dhul xhelal, cili është mendimi juaj për Zotin e juaj? Na pyet për me e ditë madhështinë e Allahut, sa i madh është Allahu. Veç me një shembull shumë interesant, unë juve këtë moment po duam ju kallëzu. Secili prej neve ka po deti, ka po lëm, e ka po ujë. Merrni një gur të vogël, një guralec ku është më i vogël, lçon në pesë noltet, nuk e mon ujë. E përbind edhe e zhytet. Po shiqoni vllazni sa tonelata të mëdha ka anija. Edhe qëndrojnë kerre, kamiona, pesha të rënda, edhe jetë mi ujë. Asa që ke madhështia e Allahut? Asa vlen që to me menu njeri, veç që të pik me mendu. Ose shumë thjesht, dil t'i katën e dytë, shpis, shumica e jona shqiptarve kena shpijat ka 2 katë. Dil katën e dytë, edhe merre një guri, apo rrinë ajrë, vjen tukë. Po aeroplane, që është me tonelata i ronë, edhe tenken e shtin në aeroplan, e kamionin, e buldozherin, e ku ta di pesha trona, edhe e mon. Aso është madhështia Allahut, ja. Po kjo bëtë kallëzu ty, që o ti njeri, ma garraka bi rabbikal karim, çka ki ti, që ti po e anashkalon Allahun krijuesin e gjithësisë. Zoti ju rujtë qofshit faqebardh, nuk kemi edhe shumë kohë deri në përfundim. E kemi një musafir kështu të veçantë sot që na ka ardhur në xhami, është prej Isniçit Deçanit në vllai jon Dardani. E Zoti këto është për bleft. E kemi një gazetar të ardhshëm inshallah, domethënë edhe gazetarët kopit ynë që binë Allahut në seste. Edhe na kena nevojë shumë me pas gazetarë cilët kanë, do të thotë, mision edukimin e popullit. E çush arrihet edukimi i popullit? Një ndër profilet e tyre është edhe gazetaria. Çka do të thonë? Mi abort informacionin popullit sahih. Mos mi gënjy ata, mos mi mashtru ata, mos me shkep dezinformata, po me tregu informata, dezinformat. Do më thonë, qëllimi është qysh është realiteti me avnu. E sot ky burr, Allah është përbleft, ka ardhur në xhamin ton, edhe na ka nderu me prezencën e tij, e inshallah Zoti këto ajrun edhe gjithë trit dhe treja tona cilat kryjnë shkolla, jo për të shërby armikut, por për të shërby popullit. Jo për ta prish popullin, por për ta ndërtu popullin. E kjo është emanet shumë i madh për të cilin vërtet une gëzona kur njëri dhe një ere e kanë frikë Allahun, edhe me shkollën e tyre i shërbejnë të ardhmës së ndritur të popullit ton. Unë e kam thonë, po e tham prap, se nuk ka mundësi me i shërby të ardhmës së ndritur pa marrë mësim nga kaluara e lavdeshme. Ndardan, unë e kisha po shef me të përshëndetën sy këtë këti xhamati që ke ardhur këtu e me na nderu, e inshallah Allahu Dhul Xhelal t'jap jetë të gjatë me vepra të mira ya Rabbul Alamin. Mirë se ke ardhur burr, faleminderit shumë. Që faqe bardh, Allah i trujt, aleikum selam, Allah i shpërbleft ya Rabbi. Nashta dëshiram me ma përshëndet xhamatin. Hajde Allah i trujt, urna. Selam aleikum. Bismillah. Allah na ndronë të ti pare dhe një për fund. Amin.
përshëndetje, më të sinqertë të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Unë pra, si që tha dhe hoxha, ky pak jep rëndësi më të madhe shkollës, po mendoj që nuk ka shkollë më të madhe se ai njeri që e njeh krijuesin e vet. Kështu që tha dhe hoxha, një isni që dëqanit, isni që domethënë e ka një lidhshmëri të madhe me qytetin tuaj të Mitrovicës, nga se herojin kombëtar Isa Bulletini ka qenë nip i isniqit. Keni mujt me pa dhe në televizion se ku bërë varrimi i eshë Tinaj, s'pari kanë shku një isniq për homazhe, pastaj në këthyn buletin, ku edhe janë vëros. Kështu që shumë bashkëftarë të isniqit jënë konë në qetën e Bacësis, pashtu edhe Bacëis me shumë burra të Mitrovicës ka qenë një isniq, në kullat e isniqit, respektivisht në kullin e Zdautajve dhe kullin e Koklecëve, ku atje kanë bërë domethënë edhe mbledhje për çështjen tonë kombëtare. Nuk e marr flas për këtë, se për këtë flasin historianët, cilët ata ja japin hakun edhe më mirë, po unë sot du m'ju thonë që vërtet jam i nderuar që jam pjesë e këtij xhamati kaq madh, sa xhamie kaq bukur, në veçanti mesin e hoxhës, për cilën hoxhë mjafton veç emri, mja përmend këtë bota shqiptare e një për patriotizmin e tij, për humanizmin, e mbi të gjitha për misionin e tij të shajt që e ka, ajo është pajtimi i gjashtë dhe nga tresave. Ne sot e kemi një surprizë për hoxhën që valla hoxha s'marr mendja që e din. Mu më kanë angazhu si xhamat, domethënë prej krejt xhamatit që ka shqiptar që e njohin hoxhën, që inshallah ne do t'ja dhurojmë një mirënjohje hoxhës për punën që ka bën dhe do të vazhdoj të bën në punën e tij, edhe t'jeni të sigurt se nuk ka mirënjohje, nuk ka medalje që mundet me e kompenzu domethënë kontributin e hoxhës. Kështu që me folën për kontributin e hoxhës dhe për autoritetin e hoxhës, vallaj unë jam shumë i vogël, po ne si xhamat kemi vlerësuar që edhe pse këtë punë është dashur ta bëjnë institucionet shtetërore, respektivisht presidenca, po kanë thonë djetrit inshallah shërimi kjo shohim për ajër, inshallah dhe hajrim kjo shohim. Amin. Kështu që hoxha ne si xhamat kemi vendosur me ta dhënë mirënjohje edhe me ta dhënë epitetin hoxha i pajtimeve. Kështu që prej sot inshallah hoxha ka me pas emrin hoxha i pajtimeve. Besoj që edhe jeni dakord. Allah ju shpërbleft, pak se kjo farë kamera, mikrofonin për jetë parë dalë, janë edhe ato emocionet e vetave, që inshallah kamera si ka për emocionet, kështu që na bëni halal. Subhanallah, unë nuk i kom ditë pasha Zotën për këtë surprizë, Zotën e kam dëshmitar, pastaj edhe stafin tim teknik, me cilë këtu ma kam bëni translin kuptimin pozitiv, da? Se me pas ditë që shtu nuk ta kisha unë fjallën për të ndihë. Allah e di, e di veç. Unë e veç dashta me të nderu pëse je i fshatit i snic, i cili herojim kombëtar i Bulletini është për ati vendi, e ti tash erdhe me diçka lomat veçantë, inshallah këtë mirënjohje parë nesër, ditët e kiametit për Allahut, ati kufshë. Shëndet shumë. Unë shoh me hapë, këto e ki do më thonë edhe prej xhamatit. Allah i rritë. Ja në tonë më në rëshqa, po mosën se jemi në gjami e koni, në të më mosën në respekt më të veçan, so që ka që borë, faluderit shumë. Ja, Vesh pak. Këto është edhe një medalje, është medalje thjesht, kjo normal ju vijet kampionëve ose ata që janë që merren me sport e kështu, po ne nuk e di që ka kampion më të madh se sa një kampion që merret me një mision kaq shajt. Kështu që edhe kjo knina është domethënë emri yt, kurse knina është hoxha i pajtimeve. Po më ngarkoni shumë më borën. Vallaj janë domethënë dhurata simbolike, po ti e meriton ajo. Selam aleikum. Tash kjo më ka vënë një përgjësia më të madhe të dashurit e mi, se nuk do duhe me leju asnjë familje në trojët e shqiptarisë më konë të hasmërume. Për ndryshe nuk e meritoj pastaj. Në fakt këtu se harrova është përësia ime
besoj për krejt shqiptarët që ju kisha lut pushket për armik, jo për vëllezër. Inshallah, kur s'ka më pas gjakderi vllavrasën në vendet tona. Allah i rujt, ja Rabbi, qofshit faqe bardh, faleminderit shumë, Allah i rujt, këtire e zanë, vajdosh se vakti namazit. Falenderimin, fillim edhe mbarim edhe lavdi, i takon vetëm Allah, ati po shumë faleminderit shumë.